Disa prej atyre që ishin pjesë e qeverisë për 4 vite në zgjedhjet e fundit fituan mandatin e deputetit. E antarëve të qeverisë u kërkua dorëheqja duke ju referuar nenit të 26 të ligjit për qeverinë, ku kjo kërkohet të bëhet para certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Megjithatë, një gjë të tillë nuk e konsideroi të nevojshme kryeministri në detyrë, Albin Kurti. Në përputhje me nenin 29 të ligjit për qeverinë e Kosovës, mandati i secilit antar qeverisë po ashtu përfundoi më 23 mars, bashkë me përfundimin e mandatit të qeverisë, pa pasur nevojë për aktin shtesë dhe formal të dorëheqjes prej posteve të tyre përkatëse, sipas nën paragrafit 1.3 të po të njëjtit paragraf dhënen. Në këtë rast, ligji parasheh që qeveria dhe të gjithë antarët e saj vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre duke respektuar plotësisht kufizimet e parashikuara nga neni 30 i ligjit të lartëcituar, si dhe kërkesat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Derisa është qeveri në detyrë dhe nga shoqëria civile vlerësojnë se dorëheqja nuk do të sillte ndonjë ndryshim. Ndërkohë që Melos Kolshi nga IKD përmend edhe 2 nene të Kushtetutës, të cilat konsideron se nuk janë në pajtim me njëra tjetrën. Derisa neni 70 i Kushtetutës thotë se mandati i deputetit fillon ditën e certifikimit të rezultatit, neni 66 thekson se kuvendi zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive. Deputetët të Kuvendit Republikës së Kosovës ta marrin mandatin e tyre në ditën e konstituimit të kuvendit e jo në ditën e certifikimit të rezultateve, për arsye që një gjë e tillë garantohet me nenin 66 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Nga qeveria aktuale, votat për deputet edhe për legjislaturën e re i kanë marrë kryeministri Albin Kurti, ministrat e zëvendës ministrat Faton Peci, Hekuran Murati, Albulena Haxhiu, Xhelal Sfeqla, Donika Gërvalla, Arben Vitia, Ejup Maqedonci, Hajrullah Qeku, Arbriana Gavci, Liza Gashi, Rozeta Hajdari, Fikrim Damka, Nenad Rashić, Elbert Krasniqi e Emilia Regjepi.